Mirë se ritakojmë sërish miq në podcastin e radhës dedikuar muajit Ramazanit, dhe Ramazani nuk është vetëm një muaj agjërimi, por është edhe një muaj rrugëtimi shpirtëror, rrugëtimi për tek Zoti, dhe në këtë rrugëtim shpesh dalin dilema, dalin pyetje se si ky rrugëtim të jetë sa më i plot, të jetë sa më fisnik. Dhe për t'ju dhënë përgjigje disa prej dilemave që shpesh ju vijnë, kemi gatishmërinë e Hoxhës nderuar Ahmet Kalaja për t'ju dhënë përgjigjet e duhura. Hoxh, mirë se vini. Gjatë kohës që unë po bëja përgatitje për hapjen, ju me sa kuptova që duke dhënë përgjigje pyetjet që ju vinë në celularin tuaj. Kaq të paqartë janë shqiptarët apo janë ambiciozë se duan gjithmonë më të mirën? Ja, disa është puna. Njerëzit që pyesin janë okay. Çfarë të bëjmë atyre që nuk pyesin? Është më keq që kjo indiferenca. Po. Më mirë të pyesin sepse sqarohen. Kështu që na inkurajoni edhe ne me këtë podcastin. Të pyesësh do të thotë, domethënë mbyll dritarët e ignorancës dhe hap dyert e dijes. Pra me të pyetur shkon në Stamboll, po me sa duket shkon dhe në xhenet. Po, në një mënyrë. Nëse bën pyetje të duhura dhe nëse merr përgjigjet e duhura. Po, edhe pastaj nëse i qëndron, përgjigjes. Patjetër. Se me vërtet mund të marrësh përgjigjen, po puna është sa i qëndron përgjigjes. Ka njerëz që pyesin për kuriozitet. Janë të shumë këta që thjesht pyesin kështu për të ditur, për muhabet. Mendoj se shumica e njerëzve që pyesin për hall, pyesin për nevojë. Nuk mendoj se shqiptari ka komoditetin me harxhu kohën me të pyet për qejf. Nuk e besoj këtë pjesë, po mund të ndodhi. Nuk përjashtohet. Mirë, edhe audienca jonë është nga kjo kategori që pyet sepse vërtet do të di dhe do të po themi të fisnikërohet përmes këtyre përgjigjeve. Tani dilemat që dalin gjatë muajit Ramazanit janë shpesh edhe të nivelit të përditshmërisë, po themi edhe të rutinës së përditshme. Një pyetje që shpesh ndoshta vjen tek shumë kush, po ndoshta nuk ka kurajon ta bëj. Puthja pasionante e prish agjërimin? Ne dim që nuk lejohen marrëdhëniet, kontaktet intime. Po, nga agimi deri në perëndim, ndërsa puna e puthjes varet nga mosha e atyre që aplikojnë. Sepse nëse bëhet fjalë për rinin, pra një çift i ri le të themi, apo të sapo martuar, nuk lejohet, as nuk preferohet. Ndërsa nëse bëhet fjalë për mosha të mëdha, për mosh le të themi pleqërie, lejohet, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Kështu që duhet një lloj vetëpërmbajtje dhe. Po, duhet një lloj vetëpërmbajtje sepse ka të bëj shumë mosha, ka të bëj shumë. Ndërkohë, duke qenë se jemi tek të rinj sërish, nëpërmes rrjeteve sociale, po ndoshta edhe po themi pa dashje, në ekranin e telefonit mund t'ju dalin imazhe po themi jo etike, madje shpesh po themi shumë të ulta. Plus 18 me të kuqe, po problemi është se nuk del shenja. Çfarë ndodh nëse ky shikim është pa vetdije dhe çfarë ndodh nëse nis pa vetdije, po pastaj vijon me vetdije. Biem në atë kur vim tek qëllimi i agjërimit. Pra, qëllimi i agjërimit është që ne të na edukoj vetëpërmbajtjen, të na edukoj frenimin, të na forcoj refleksionin. Për ky është qëllimi i agjërimit. Pra, ne do të hasemi në momente nga më të ndryshme gjatë ditës së agjërimit me situata të tilla, jo vetëm kjo lloj situate. Ne duhet të vetëpërmbahemi, pra ne duhet që agjërimi të na çojë deri te kjo gjëja, që ne në momentin që hasim në diçka që nuk duhet dëgjuar, duhet ta stopojmë veten, që nuk duhet parë, duhet ta stopojmë veten, që nuk duhet të angazhohemi në diçka, duhet ta stopojmë veten. Pra ky është synim e rëndësishme. Nëse shfaqet diçka nuk prishet agjërimi, ama nëse njeriu pastaj vazhdon të vazhdojë, domethënë vazhdon me tutje, normalisht që agjërimit i bie vlera, s'ka dyshim që i bie vlera. E nëse njeriu pastaj egzageron, shkon edhe me tutje situata derisa njeriu të ejakulojë, atëherë në këtë rast i është prishur agjërimi. Pra ejakulimi është po themi ai kufiri që pastaj e vlerëson totalisht të gjithën. Po, e prish ose nuk e prish agjërimin, po. Po, pikërisht pra kjo është arsyeja e një pjese që ngurojnë të agjërojnë, sepse thotë marrëdhënia ime shpesh me punën, me përditshmërinë është e tillë që jam përballë shfaqjeve apo situatave. Unë dikush mund të jetë aktor, dikush mund të jetë po themi producent, dikush mund të jetë në montazh të videove të ndryshme. Nuk mund të ejakuloj në çdo sekondë burr që është në punë. Vetëm po që jam shor i ardh nga kujtjon nga thellësia e Afrikës, sa herë të shohit do të prishet ai. Okej, po s'ka lidhje. Pra, ideja është nëse njeriu domethënë lagështon, le të themi, siç është puna e atij lëngut para
spermatik, atëherë nuk prishet agjërimi. Puna është nëse njëri ejakulon, ama pse ka femra në punë, pse do të shohë femra, pse do të lëvizë, mund të ketë kontakt ku dëgjon me kuptimin e punës, të gjitha këto nuk e prishin agjërimin. Pra të mundohemi për vetë përmbajtje, pastaj çdo gjë e kemi në dorë. Po pra, do të thonë ideja e ejakulimit nën kupton që njeriu e ndan mendjen, njeriu e ka si synim, njeriu e bën me dëshirë, njeriu e bën me vetkënaqësi, pra janë shumë procese që shkojnë deri në ejakulim, kurse kjo gjëja tjetër mund të ketë atë lëngun, si më thënë, që lëngun e lehtë që del, domethënë ai nuk e prish agjërimin, edhe pse njeriu mund të shohë, e zem se dikush pa diçka, po nuk shkoi deri në ejakulim, nuk prishet agjërimi i tij. Po kështu edhe në punë, po kështu edhe kontakte që mund të ketë gjatë ditës, nëse nuk shkojnë pra në ejakulim, që obligohet larja e trupit, nuk prishet agjërimi. Mirë, flasim pak për, po themi, këtë higjienën personale. Larja e dhëmbe, është e pëlqyeshme, është problematike, çfarë gjykimi ka? Në Islam, higjiena e gojës është, me të thënë drejtën, një nga gjërat që kërkohet. Për këtë arsye kemi dhe abdesin, për këtë arsye kemi. Ka qenë miraku se mos ndoshta futet ujë. Po, do ta trajtojmë. Po, do kemi mizvakun e gjitha me radhë. Përdorimi i furçave dhe i pastave dhëmbe nuk përbën asnjë lloj problemi në momentin që njeriu atë masën e shkumës që krijohet e nxjerr jashtë. Pra në momentin që masën e shkumës e nxjerr jashtë dhe pastaj e pastron gojën dhe prap e nxjerr, le të themi, jashtë, nuk po bën problem pastaj pse ngelet shija, pse ngelet aroma, më duket sikur shkoi diçka poshtë, nuk ka lidhje fare. Pra, sepse edhe kur përdorim mizvakun, patjetër që shkon diçka poshtë. Pra edhe mizvaku ka një përqindje, ka edhe aromë, ka edhe një lloj lëngu, po ka edhe fije, domethënë. Dhe sheriati pjesën e mizvakut e ka toleruar. Pra në momentin që do të lejohet druri. Pra se mizvaku në fund fare është shkop, është dru. Edhe pse ka aromë, edhe pse ka, domethënë, atëherë edhe kjo gjë tjetër lejohet, vetëm se nuk lejohet si mizvaku, në rastin e mizvakut lejohet që ta çojmë poshtë, ndërsa në rastin e furçës, pra e kolinozit, pra nuk lejohet që ta çojmë poshtë, domethënë, po duhet ta pastrojmë mirë gojën, edhe pastaj mbetet shija apo mbetet aroma, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Me që përmendët abdesin, edhe pjesa e abdesit mund të ndodhë që gjatë marrjes së tij mund të futet ujë përmes undës ose përmes gojës. Ka një hadith shumë të bukur profetik që thotë: "Thithë ujin fort me hund kur të marrësh abdes, illa an takuna sa'iman", përveç se je agjërueshëm. Pra duhet me qenë të kujdesshëm gjatë agjërimit. Pra kur ta fusim në gojë, do ta rrotullojmë ujin në gojë, po do të jetë me më pak forcë dhe fuqi, po edhe thithja e ujit me hund do të jetë më pak forcë dhe fuqi, jo siç ndodh zakonisht në abdesin e rëndom që ne marrim, që bëhet thithja me forcë. Nëse ndodh pra se. Okej, nëse ndodh që gjatë abdesit kur fusim ujin në gojën e hund, na shkon diçka poshtë pa dashje, nuk prishet agjërimi. Çimçakizi e prish agjërimin? Çimçakizi e prish, s'ka dyshim, sepse ka shije, ka aromë dhe shkon poshtë, domethënë prish. Çimçakizi e prish agjërimin, edhe nëse është çimçakiz pa shije, se dikush thotë po nëse është pa shije, e prish agjërimin. Po këto, se tani hym kësaj teme, këto karafilet që mund të mbahen ose ku diun aromatizues ose edhe pjesë drusore, ku diun kanell. Jo, nuk bën. Të gjitha këto e prishin sepse kanë lëndë dhe krijohet masë dhe depërton nëpërmjet le të themi kanaleve të ushqyerit, për këtë arsye të gjitha këto e prishin. Madje edhe gjethi i dafinës apo diçka tjetër, për shembull, me majt në gojë nuk bën, përveç se nëse njeriu mund ta përtypi pak dhe e nxjerr, për aromë nuk ka problem, ama nëse e mban dhe masën e përcjell poshtë, atëherë prishet agjërimi. Një aspekt tjetër i rëndësishëm gjatë muajit Ramazanit është, po themi, edhe aspekti shëndetësor në një farë mënyrë. Edhe janë të shumta të cilët kanë medikamente të cilat duhet i marrë në mënyrë permanente, të vazhdueshme ose të përkohshme. Cili është gjykimi i personave të cilët janë, po themi, ilaçet e tensionit, janë kryesisht ato që janë më të përhapura? Atëherë, le të flasim për rregullën. Rregulla në përdorimin e ilaçeve është që ne duhet të shohim, duhet bëjmë patjetër një konsulencë me mjekun specialist nëse mundet që ilaçet t'i kthejmë natën. Sepse un kam një përvojë, domethënë që në shumë raste ilaçet e ditës mund të kthehen natën. Pra siç e ka për shembull smur ilaçin mjes drek dark, e kthen iftar mes natë syfyr. Nëse mjeku pra na e lejon një gjë të tillë, pra nuk ka probleme,
Pra duhet i konsult paraprake, një opinion. Konsult paraprake, mos bëj njeriu me mendjen e tij. Nëse kjo është okay, nuk ka asnjë problem. Nëse mjeku thotë jo, nuk mundesh, atëherë nuk duhet ta ndryshoj orarin e ilaçeve, mos ta mbaj agjërimin dhe për këto ditë agjeron më vonë. Mund të ketë përjashtim vetëm ilaçi që vihet poshtë gjuhës. Është ilaçi i tensionit, kur një adelati për shembull, kur njeriu ka probleme me rëndë tension, ngritje tensioni, ai shërben për ta ulur, për ta ngritur, nuk e di adelati si përdoret. E rëndësishme, ai vendoset poshtë gjuhës. Ky lloj preparati pra që vendoset poshtë gjuhës nuk e prish agjërimin. Edhe pse ai shkrihet dhe krijon një farë. Për këtë arsye dietarët kanë bërë përjashtim vetëm për këtë, kanë thënë sepse këtu ai marrin më një herë, si më thon ato damarët dhe e depërtojnë. Domethënë, si më thon, hyn më një herë në gjak dhe nuk kalon nëpërmjet rrugëve të ushqyes. Kështu që ka tolerancë vetëm për atë që vjet poshtë gjuhës, domethënë. Ndërkohë ka njerëz që janë me tension, janë me diabet, po kanë agjëruar një jetë të tërë. I duket sikur nuk ka kuptim të mos vazhdojnë agjërimin dhe duan që ta agjërojnë sërish dhe e bëjnë këtë sakrificën se thotë sido që të jetë Zoti nuk do ma humb. Pra, do më ndihmoj Zoti. Jo, unë njoh shumë njerëz që faktikisht edhe pse janë me smundje e mbajnë agjërimin. Pra, nuk është se agjërimi i dëmton. Mirë, po ne them pra të pjesë secila mjeku ja ka ndaluar pse. Po, ne themi nëse mjeku ose mjekësia ose pra dihet që të dëmton nuk bën. Pra nuk don Zoti që ne të dëmtohemi në shëndetin ton në emër të agjërimit. As në emër të namazit, as në emër të asgjëje. Sepse shëndeti ynë na ka falë madhi Zot, për këtë arsye çdo obligim fetar tolerohet, pra si më thon, merr formë tjetër, atëherë kur njeriu nuk ka mundësi me shëndetin e tij që ka të ta përballojë atë. Siç njeriu, nëse s'ka fuqi të falet në këmbë, falet ulur. Po kështu ta agjërim nuk mund ta bëj, atëherë për çdo ditë ushqen një të varfër nëse këto ilaçe janë të përhershme. Nëse janë të përkohshme, e kompenson më vonë. Nëse janë të përhershme, atëherë nuk e ka për obligim të agjëroj, por Zoti do të japi shpërblimin plot. Pse? Profeti alayhis salam ka thënë, nëse njeriu smuret ose udhton, Zoti e jep shpërblimin për veprat e tij siç i bënte kur ishte rezident dhe kur ishte i shëndetshëm. Pra, si më thënë, sipas dietarëve të Islamit thuhet, dita e fundit e shëndetit plot njeriu mbahet regjistri aty, edhe vazhdon copy-paste derisa të vdesi. Përderisa është smundja, ajo që e ndalon njeriu. Përderisa është udhëtimi, ai që e ndalon njeriu, gjërat vetëm thjesht merren copy-paste, sikur i ke bërë ti ditën e fundit kur ke qenë i shëndetshëm apo kur ke qenë rezident. Pra nuk humb gjë ke Zoti, se Zoti tani e din gjendjen tonë, e din hallin tonë, e din sikletin tonë. Ne kemi përmendur në takimet e mëhershme që është i vlefshëm agjërimi për atë i cili nuk ka mundësi ose ndoshta edhe neglizhon që të falet. Pra, është i vlefshëm Ramazani pa namaz. Është i vlefshëm, po. Në momentin që është pjesë e neglizhencës dhe jo e refuzimit e mohimit. Po ndërkohë është kjo kategoria që sapo na doli, e cila nuk agjeron dot, po falet. A duhet ta falit teravin një person i cili nuk agjeron për arsye shëndetësore ose dhe arsye të tjera? Nuk ka lidhje, ai është i toleruar, si më thon, nga agjërimi, por namazin teravis duhet ta falë. Pra e merr të plot shpërblimin e teravis dhe nuk ka pse padyshim, po. Okej, duke qenë se jemi edhe në kohë virozash, shpesh po themi rrugët e frymarrjes, fyti mund të krijojë ato sekrecionet që shpesh është për të skaku të hedhë si më thon. Për të nxjerrë. A e prish? Nuk e prish në agjërimin në mendimin më të saktë të dietarëve, sepse është diçka që është e prodhuar nga trupi vet dhe brenda trupit, kështu që jo gjithmonë janë mundësitë që njeriu ta nxjerrë. S'është ndryshe për shkak kur i ke mundësitë, okay, e nxjerr jashtë, po kur nuk janë mundësitë nuk ka problem. Pra nuk prishet agjërimi, pra nuk duhet të stresohemi te kjo pjesë fare. Kemi edhe kategorinë atyre të cilët lodhen shumë dhe duan që edhe të relaksohen në këtë muaj. Ose edhe për arsye shëndetësore. Masazhet e prishin agjërimin? Nuk e prishin agjërimin, edhe pse mund të bëhen me vaj, edhe pse mund të bëhen me kremra, nuk e prishin agjërimin. Flasim për masazhet halal, për masazhet sipas normave sheriatike. Po, patjetër, për ato. Nuk e prishin agjërimin, jo, nuk e prishin agjërimin. A janë, po themi, do ishte më mirë mos i bënim në këtë muaj, po themi masazhe. Nëse njeriu e ka të nevojshme për shkak të dhimbjes, për shkak të problemeve që mund të ketë hernia ose diçka tjetër, po. Amo që njeriu ta bëj kot
pa arsye, thjesht me kalu kohën, nuk është e mirë dhe nuk është e preferuar normalisht. Po haram se bën dot, edhe të thuash që e prish agjërimin nuk thua dot. Palestra është një aspekt tjetër i rëndësishëm tek të rinjt, të cilët nuk e lën dot palestrën edhe gjatë muajit të Ramazanit. Bravo qoftë, shumë mirë. S'ka asnjë lloj problemi. Ndoshta është një lodhje e panevojshme në muajin e Ramazanit apo ata e përballojnë, nëse nuk e kanë problem. Unë do i sugjeroja mbas iftarit ose mundësisht mbas teravive për shembull. Mbas të falën taravit, pra ta kthejnë orarin e palestrës natën. Ja, ky është një rast që mund të kthehet orari ditës natën, siç është palestra, siç është në gjë tjetër që nuk është fort e nevojshme, në mënyrë që t'ja japi hakun agjërimit, t'ja japi hakun iftarit, t'ja japi hakun teravive, t'ja japi hakun syfyrit. Pra s'ka pse njeriu të krijojë harxhim energjie pa nevojshëm. Kryesisht gjatë kohëve të verës, kur Ramazani ka qenë korrik, gusht ato ditë të nxehta, ndodhte shpesh që të kishte edhe gjakderdhje nga undët për shkak të nxehtësisë ose për shkak të lodhjes, po mund të ndodhë për arsye të ndryshme edhe tani përmes alergjive të ndryshme. Gjakderdhja e vazhdueshme nga undët ose edhe në aspekte tjera. Nuk e prish agjërimin. Madje edhe nëse shkon diçka poshtë pa dashje, për shembull njeriu duke qenë i kujdesshëm ose duke bllokuar, mund të shkojë diçka poshtë, nuk prishet agjërimi, sepse është pa dashje dhe nuk ka asnjë problemi. Pikat që merren përmes veshit dhe syve janë medikamente të cilët dikush dhe mund t'i shtyjë në një moment të dytë, po dikush edhe ka emergjente që t'i përdor. Nuk ka asnjë lloj problemi që të merren pika nga veshët edhe nga hundët, edhe nëse shija e tyre ndihet në fyt. Pse? Sepse nuk po merret nëpërmjet rrugëve të ushqyerit. Pra hedhja pikave në sy apo në vesh, edhe pse ndoshta mund të ndjejë njeriu shijen në fyt, pra ne e kuptojmë që ka shkuar diçka poshtë, nuk e prish agjërimin. Ndërsa në hund e prish. Sepse hunda është për rrugë. Këtë do thoja. Po. Sepse ju përmendët që gjatë abdesit mirë që të mos ta thithin. Po. Sepse është ndryshe goja dhe hunda, sepse lidhja është e njëjtë. Ndërsa veshët edhe syt, domethënë nuk përbën asnjë lloj problemi. Pra kjo është diferenca. Përmes hundës duhet ta shmangim sepse mund ta prishim agjërimin, përmes syve dhe veshëve është e lejuar dhe pranuar. Tani ne nisëm disi me atë pjesën e intimitetit me temat të nxehta, po e mbyllim me temat të nxehta. Janë të shumta këto sfida. Nga agimi deri në perëndim, stop. S'lejohet asnjë. Ka, asnjë gjë. Çfarë lejohet nga perëndimi në agim tashmë? Gjitha lejohen. Mshoj me bismillah përpara. Gjitha lejon, ka asnjë problem. Po, ky është muaji i adhurimit, muaji i leximit të Kuranit. Njerëzit po nqefe, po le të kënaqen, pse në Ramazan ka njerëz. Ti mos e krahaso veten me moshën tonë, por ka njerëz që sapo janë martuar, sapo janë fejuar. Okej, pra lejon. Kjo mund të ndodh vetëm nis. Pastaj le të ikin ai terapia, por s'ka problem. S'u bëj çameti. Mund të falen edhe në shtëpi. Falen në shtëpi bashkë çifti. Vetëm në Islam mund të ndodh kjo që brenda të njëjtës ditë një besimtar mund të përfshi, po themi atë murgjërin gjatë ditës dhe atë gjallërin gjatë natës. Alhamdulillah. Se në fetë të tjera janë dy skaj që shkojnë në të kundërt. Kjo është mirësia e Zotit. Shiqur që jemi në këtë fe dhe në këtë besim është bekim. Ne gjithmonë themi, domethënë që ti je musliman është bekim. Sidomos në këto kohëra dhe me hapjen e dosjeve të Epsteinit, ne e kuptojmë që jemi në një bekim të madh që Zoti na ka udhëzuar në Islam. Jemi në një mrekulli që nuk ka çmim. Pra, në një farë mënyre në Ramazan njeriu nuk i mungon asgjë. Absolutisht. Është vetëm një ndoshta koordinimi do të ndryshojë oraresh dhe ritmesh, se asnjë as nga aspekti punës apo kishte edhe jashtë Ramazanit notën bëhet ai muhabet. Okej. Unë bëjmë depresit të bisedë. Do të vazhdojmë pastaj pyetjet nga regjia dhe nuk do i përballojmë dot ndoshta. Zoti shpëlbeft. Ndërsa miq, këto ishin përgjigjet e Hoxhës, këto ishin disa nga pyetjet që përzgjodhem sot. Do të kemi pyetje të njëjtit, po them të njëjtës atmosferë ditën e vijim, kështu që na ndiqni që ndroni me ne. Kalofshi sa mirë.